Të jap 20 euro, plas ke sherri midis Krisës dhe Xheneta Fetaut, ik në Dubai, shitesh për lek. Një debat i ashpër ka ndodhur së fundi midis Xhenetës dhe Krisës. Dy vajzat janë përballur me njëra tjetrën teksa ishin të ftuar në një emision për të folur më shumë për Big Brother VIP. Ka qenë Xheneta ajo e cila i është drejtuar fillimisht Krisës, duke i thënë të jap 20 euro dhe mos fol më për mua, duke lënë të kuptohet se nuk dëshironte të ishte pjesë e diskutimeve të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër Krisa e revoltuar i është kundërpërgjigjur duke i thënë ti shitesh për 500 lek, ik në Dubai, dëshiron më bullizosh mua duke mul, po ik moj. Lidhur me debatet midis tyre kanë reaguar edhe në rrjetet sociale Tiri Gjoci, i cili është i dashur i prezantuesës ku i kthehet keq Xhenetës ish finalistës e Big Brother VIP Kosova. Tiri e krahason me një fshatare pasi sipas tij gjëja e parë që bën është botoksi, ndërsa ironizon në emisione duke u shprehur se është turp për ata që e mbajnë, teksa u shpreh: "O Xhenet, atë ja puni 7.000 lekë vetëm mos e hap më atë gojë, se ma të shak atë që thuhet sa herë flet." Fshatare tipike që zbret në qytet dhe gjëja e parë që bën janë botoksi dhe fillerat. E di që turp për ty s'është, po që është turp për ata që të mbajnë ty, ka shkruar Tiri duke ironizuar edhe produksionin e trotuarit në e diell. Krisa gjithashtu e ftoi moderatoren Evina Shtylla që ta ndalonte, mirë po Xheneta nuk ka ndaluar. E molla e debatit duket se ka qenë Gjesti. Krisa, e cila edhe brenda shtëpisë ishte një mike e mirë e Gjestit, ka folur me superlativa për të, teksa Xheneta nuk e ka duruar, pasi si çdihet ka një mlef të madh për ish partnerin e saj. Dyshja duket se janë përplasur dhe Krisa ka deklaruar se nuk do të jetë më prezente në emisione ku është edhe Xheneta.